Një shtetës shqiptar që jeton në New York me inicialet V. Berisha dhe i njohur si Vini Berisha, figuron në 43 dokumente të publikuara së fundmi që lidhen me çështjen e financierit të dënuar Jeffrey Epstein. Dokumentet përmbajnë korrespondencë elektronike dhe shkresore të zhvilluara mes datave 3 tetor 2018 dhe 15 shkurt 2019. Sipas këtyre materialeve, Berisha përmendet në komunikime që lidhen me projekte ndërtimore në rezidencën luksoze të Epstein në Manhattan. Diskutimet kanë të bëjnë me rinovimin e ambienteve të brendshme, përfshirë një dhomë masazhi, ndërtimin e një saunaje dhe punimet të tjera infrastrukturore. Në emaile, ai prezantohet si drejtues i një kompanie ndërtimi dhe negocion oferta financiare për realizimin e këtyre punimeve. Në disa prej komunikimeve, shfaqen edhe persona të tjerë nga rrethi Epstein, ndërsa asistentja e tij, Leslie Groth, rezulton t'i ketë propozuar Berishës një takim më 1 shkurt 2019 në rezidencën private të Epstein në Manhattan. Nga dokumentet e publikuara, nuk rezulton nëse ky takim është zhvilluar apo nëse projektet ndërtimore janë vënë në zbatim. Po ashtu, nuk ka asnjë provë që ta lidh Berishën me aktivitetet kriminale të Epstein, përtej kontakteve profesionale të lidhura me punë ndërtimi. Megjithatë, përmendja e tij në një numër të madh dokumentesh ka ngjallur interes publik, duke qenë se këto komunikime kanë ndodhur vetëm disa muaj para arrestimit dhe vdekjes së Epstein në vitin 2019.